për diskutuar për superiorin, do të flasim me gazetarin e RTS-s, Isa Alilin. Isa, përshëndetje. Përshëndetje, Rilon, falenderoj shumë për ftesën. Fillimisht një koment për situatën tek ekipi kombëtar, do të thuhet edhe Reimana, një element i rëndësishëm për trajnerin Silvinho. Si e shikon dhe çfarë ka ndodhur me legionarët, Broja i dëmtuar, Daku i dëmtuar, duke se do të kemi probleme në sulm? Patjetër dhe jo vetëm sulmi, por është edhe reparti prapavijës që ka shumë probleme. Në fakt, një nga kronika që kemi bërë sot është pikërisht kjo, sepse krau i djathtë aty ku është dhe thembra e Akilit për ekipin tonë kombëtar, pra si Elsejt Hysaj, por edhe Ivan Balliu, kanë me pikatore minutazhin tyre, pra Elsejt Hysaj ka luajtur vetëm 11 minuta në 2026, ndërkohë që shumë pak, vetëm 97 minuta ka luajtur Ivan Balliu, ndërkohë që formë jo të mirë, konstante, nuk ka treguar dhe Ardian Ismaili, ndërkohë që i dëmtuar vazhdon të jetë marrashkumbulla. I vetmi lajm pozitiv është fakti që nisi Arlind Ajeti dhe kapiteni i skuadrës Berat Xhimshiti janë titular dhe protagonistë me ekipet e tyre respektive, ndërkohë që Luhati në performancën e tij her pas here ka bërë edhe Mario Mita me këtë fundin, fakt që gjithmonë ka qenë një nga ata garancitë që ka patur Silvinho si në kualifikuesit e botërorit, por edhe atit europian kur fundjavë jon ishte në tokën gjermane për të luajtur atje. Ndërkohë sa i takon sulmit, siç edhe ju e theksuat, tashmë i bashkohet dëmtuarve, pra ishte Daku më herët, por është edhe Reimanaj tashmë i dëmtuar, vazhdon të jetë i dëmtuar Armando Broja, duke sikur është abonuar dëmtimi me këtë futbollist që ka pafund cilësi, por që fati nuk e ka patur me vete sidomos në 2-3 sezonet e fundit. Megjithatë shpresojmë dhe urojmë që në këto jemi fiks 2 javë përpara ndeshjes vendimtare kundër Polonisë në Varshavë 26 mars në orën 20:45, ku gjithë studiet shqiptare do të jenë pikërisht atje, sepse kombëtarja nuk është vetëm thjesht një lojë futbolli, por është një reklam për një kombë si Shqipëria që këta djemë kanë ditur ta nderojnë her pas here, madje kanë shkuar 2 herë në finalet e europianëve në 2016 dhe 2024, ndërkohë do preferojnë për herë të parë këtë fazë, pa flasën play-off të botrorit, do duan shumë që milionat shqiptar të festojnë dhe do të ishte arritje jashtëzakonshme nëse do t'ja dalim në 2 takimet të fazës play-off që të jetë në fundin e muajit mars. Shpresoj shumë që t'ja dalim dhe të kemi rezultat vërtet të kënaqshëm në këto ndeshje sa. Megjithatë ndalim pak tek Superliga, vjen me ndeshje shumë interesante, një finale e parakoshme, le të themi, duket Egnatia Vllaznia. Si e shikon këtë sfidë? Vllaznia po kalon një moment delikat në kampionat, Egnatia është ringritur periudhën e fundit. Është ringritur, por ama duhet të theksojmë që Ignati nuk ka fituar asnjëherë kundër Vllaznisë, madje Edi Martini nuk ka humbur kurrë si trajner në Rogozhin, tokën Rogozhinase, si trajneri i Teutës, por edhe me Vllazninë e tij. Kjo e bën më të bukur ndeshjen, do të jetë një revansh jo vetëm për Ignatian, pretendohet kështu paktën, por edhe për trajnerin e Dirëtova me homologun e tij, një ndeshje që do të vi me shumë surpriza, duhet thënë, sepse ka pezullime të dëmtime të dyja skuadrave. Anjo Poçi mungon tek Ignati, në krahun tjetër mungon një si Bismarck që u ndëshkua me karton të kuq, ndërkohë që të dëmtuar dhe nuk do ta nisin nga minuta e parë, madje vështirë është që të preferon të jenë dhe në stojën e rezervave, janë 2 emra shumë të rëndësishëm. Njëri ishte tek Ignati si Ildi Gruta, në krahun tjetër Erdenis Grunishta nuk do të jetë me shumë gjasa në formacionin titullar, por mund të jetë pjesë e skuadrës për të qenë aty i disponueshëm për Edi Martinin. Një ndeshje që gjen 2 skuadrave me vetëm 2 pikë diferencë me njëra tjetrën, me Vllaznin që kryeson kampionatin për shkak se ishte skuadra i momentin në fazën e tretë në 2026 pas 6 fitoreve radhazi. Në 3 javët e fundit fakt përsoi 2 humbje me 2 skuadra që luajnë për mbijetesë, si Bylisi dhe e fundit me Flamurtarin. Kjo e bën më të bukur ndeshjen, ndërkohë që Ignati vjen pas asaj fitore karakteri, duhet thënë, përballë skuadrës së Teutës, dhe tashmë një fitore e mundshme e Rogozhinasve që janë kampionë fuqi i katapulton ata në krye të klasifikimit. Këtu pritur edhe ndeshjen që do të luajë skuadra e Elbasanit me skuadrën e Flamurtarit. Një ndeshje do të jetë spektakolare për jetë e tillë, sepse elementët do të jenë fush aty. Unë kam theksuar në njëra natë do të jetë Alesi në krahun tjetër, Bekim Bala në krahun tjetër, do të jetë një si Sherif Kallaku albaneze, elema shumë të rëndësishëm, 2 skuadra që janë favorite për të fituar në fund, edhe pse në fakt për shkak të formulës që do aplikohet, verdikti i këtij sezoni do të përcaktohet nga Final Four, siç është bërë në sezonin e shkuar. Megjithatë, e rëndësishme shumë është grumbullimi i pikëve. Dhe grumbullimi i pikëve bëhet pikërisht fitores dhe trofeut Isa nga këto 2 ekipe. Unë mendoj që Vllaznia është favorite kryesore për shkak të merkatos të jashtëzakonshme që bëri në verë, sepse ardhi një si Sherif Kallaku e kanë tronditur ambientin Shkodër. Patjetër. Jo, ky kampionat ka pasur gjithmonë oscilacione. Mos harroni që
në fundin e 2025-s Vllaznia në 7 takime nuk fitoi asnjë, por e mori veten në 2026 pas atyre 6 fitoreve radhazi dhe ishte skuadra e momentit për fazën e tretë, pra grumbulloi 19 si askush tjetër, pra ishte grumbulloi 21 pikë, pra 7 fitore, 6 radhazi 7. Zhvilloi kjo skuadër dhe 2 humbje, ndërkohë që Ignatia pati shumë oscilacione, vetëm me 3 fitore, 3 barazime dhe 3 humbje, që ka bërë që të jetë -2 sepse e mbylli si kampion e dimri. Një ndeshje që nuk ka diferenca, ka përshtypjen do të niset pak më realizuar Ignatia për faktin që vjen si kampion në fuqi, ka element shumë të rëndësishëm aty sepse është rrutur boshti i skuadrës, sepse Mario Dajsinani është garanci, jo më kot 2 vjet e fundit ka dalë portieri më i mirë i Abisec Superiores, pra në formacionin më të mirë të javës, por ku ka aty, të vitit, ku ka aty futbollist si Xhemaili që për mua është vlerja më e madhe e janarit, sepse fakti që ky futbollist nuk u largua, edhe pse aludimet ishin të mëdha, është i garancin prapavi, por një si Fangaj, kur përmend lojtarë si Alexi, por edhe Albani, gjithë lojtarët e Ignatias janë niveli lart, kanë pasur performanca e grup cilësor. Pa diskutim, edhe Vllaznia ka një sulm të frikshëm me shumë alternativa për trajner Martini. Megjithatë ndalim pak edhe tek sfida tjetër. Po, flamurtari Elbasani, flamurtari që rivjen, Riba i ka dhënë simptoma të tjera në pankinë, është ndryshuar atmosfera në Vlorë. Si e sheh flamurtarin, a mund ta befasojë Elbasani dhe mund të sigurojë mbjetesën në Superligë? Në këtë kampionat të ekuilibruar të Vilon gjithçka mund ndodh, flamurtari e ka treguar Bylisi, në çdo javë ka surpriza të mëdha. Fakti që Vllaznia 2 humbjet, pra po flasim për kryesuesën e Superiores, i ka mësuar pikërisht nga flamurtari dhe Bylisi, kjo tregon asgjë nuk është e saktuar. Megjithatë, skuadra e Elbasanit vjen pas një momenti të jashtëzakonshëm, ai kualifikim dramatik me përmbysje kundër Partizanit, pastaj e mbështetur me atë fitoren shumë të rëndësishme përmballë skuadrës Tiranës në Selman Stërmazi, ka arritur shumë dozat e optimizmit tek skuadra verde blu. Megjithatë, flamurtari si ju theksuat me Ribaj në stol. Ribaj nuk e ka eksperiencën e duhur, por Ribaj njeh mjaft mirë ambientin, Ribaj njeh se kush është Vlora, një vlonjat dhe së bashku me partnerin e tij, pra me Liçaj. Edhe mbi gjithë njeh shumë mirë kampionatin, se morën Morierën, një trajner që nuk ka bërë asgjë në Shqipëri, e çovi edhe Laçin kategori më poshtë, gjithashtu edhe te flamurtari zhgënjim total, kështu që më mirë t'u jepet besim këtyre djemve të rinj. Patjetër, dhe kanë bërë mjaft mirë, mjafton përmendësh fenomenin Kërnaja si për treguar që ne kemi këtu elementet cilësore dhe nuk kemi se të gjejmë gjetk. Megjithatë, unë mendoj që ajo fitore kundër Vllaznis ka arritur shumë optimizmin tek skuadra vlonjate dhe do të bëjë gjithçka për gjithçka. Janë 27 pikë lojë, tanishmë unë e kam quajtur starton pra sprinti final për të gjitha ekipet dhe në një kampionat të ekuilibruar çdo pikë në fund do të ketë vlerë aq më tepër për flamurtarin që në fakt në fillim të sezonit kishte objektiva të mëdha, por që kuptoi nga java në javë që Superioria kishte objektiva të mëdha, shpenzoi shumë merkato, bëri zgjedhje shumë gabuara në pankinë edhe me trajnerin e parë. Megjithatë Tirana me Shehin pankinë, ndeshjet e fundit ka zhgënjyer, është larguar dhe sulmuesi Ernest, çfarë po ndodh tek Bardhë Blut? Një situatë alarmante për rekordmenët e Superiores, duke se kur nuk po shëron plagët as një njeri që e ka nxjerrë këtë skuadër kampione si Jorge Shehi. Megjithatë, tashmë mendoj unë kampionati i Tiranës, sezoni i Tiranës, gjithçka që ka të bëjë me këtë fanell do të varet në 3 takimet e fundit, që do të fillojë sigurisht me Bylisin të shtunën në orën 15 në Selman Stërmasi. Në fakt skuadra Mallakastriotët do të vijë me mungesa shumë të rëndësishme, do të jenë 7 prej tyre, çka detyron trajneri Mirel Josa të marrë lojtarë nga akademitë. Edhe kjo leçon dediku punën skuadrës së Tiranës, por skuadra e Bylisit ka treguar që ditë befasoi, ka element shumë të rëndësishëm edhe tek ekipi U20 vjeçarëve, mjafton shikosh performancën e këtyre të fundit, kështu që do të jetë ndeshje e gjitha e luftuar dhe në fund Tirana nëse do të marrë 3 pikë do t'i bëj keq vetes saj, sepse nëse kujton është në vendin e fundit dhe është 5 pikë nga ai. Është detyruar për të fituar. Jam dakord. Disa se jemi në fund, vetëm 20 sekonda. Vora Partizani, Dinamo Teuta. Vora Partizani ka pësuar një humbje në fazën e tretë dhe një nga ata e ka bërë pikërisht të kundër Vorës. Një Vorë që gjithmonë përpiqet i marrë maksimumin fushës së saj, impiantin e saj. Partizani vjen në një formë të jashtëzakonshme sepse
tashmë janë 5 fitore të radhazi dhe ku ka mundur ekipe si Tirana, po si Tirana patjetër, por edhe Dinamo së fundmi duke marrë vendin e 4, për herë të parë në Final Four, ai objektiv që kishte Kërnaja kur e mori këtë skuadër, por ka mundur edhe skuadrën e Ignatius kampionin fuqi. Vjen favoritë e skuadra e Partizanit, ka shumë elemente të rëndësishëm aty, por ekipi Arjan Bellajt ndonse në 10 javët e fundit ka marrë vetëm një fitore, pikërisht kundër skuadrës së Partizanit. Kjo e bën këtë ndeshje tetë emocionuese. Ndërkohë që edhe Teuta nga ana e saj nuk ka çfarë të mbas më, fakti që u eliminua nga Kupa e Shqipërisë në çerek finale, të gjitha potenciali i saj do të vendoset në kampionat, por duke parë hapun e Partizanit për Dinamos që edhe pse ka fituar vetëm 7 pikë në fazën e tretë, është aty pretendente, do duhet shumë të tejkaloj veten e saj, të grumbulloj sa më shumë pikë të mundur për të arritur atë objektiv dhe për të shëndoshur sigurisht edhe egon e presidentit Fatos Toplini që për hir të vërtetës ka investuar shumë si në infrastrukturë, por edhe tek lojtarët që i ka sjell Enkeli Dobit me këtë të fundit që besoj nuk ka më alibi për pjesën e mbledhur të sezonit. Isa Lili, ishte kënaqësi të kishim program. Kënaqësia ime, kalofshi bukur.